Diell dhe kushte atmosferike të qëndrueshme si paraqitet moti këtë të shtunë. Ditën e sotme vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti do të jetë i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa në relievet malore në lindje parashikohen vranësira mesatare deri të dendura me intervale të herpasershme me diell. Mjergull do të ketë përgjatë zonave luginore në orë të mëngjesit dhe të mbrëmjes. Era do të fryjë nga drejtimi i lindje me shpejtësi mesatare 6 metër në sekond përgjatë vijës bregdetare, ndërsa në zonat luginore shpejtësia e erës mund të arrijë deri në 14 metër në sekond. Deti do të jetë me valëzim të forcës 1 deri 2 ball.